Faleminderit për Open Podium, se unë nuk dua ta anashkalohet kjo gjë. Shumë faleminderit për këtë mundësi që jepet. Kjo është teknologjia, të dish refuzosh instrumentin që jep koha, jep teknologjia, dhe në rastin e Rezit jam e kënaqur sepse është një kolege aktiviste që ka të njëjtën histori dhe pyetjet dhe mirëkuptimi është më i lehtë. Dhe faleminderit dhe Endrit që duke qenë brezi i ri ka pyetje të tjera për të bërë dhe unë jam në gjendje të përgjigjem atyre pyetjeve dhe ndjem e dobishme. Pra, faleminderit Endri që Faleminderit dhe juve që edhe mund të pyesësh akoma më shumë, pa problem. Ja, kuriozitete lejohen, çdo lloj pyetje është legjitime të bëhet apo jo, sepse sa më shumë njihet realiteti, aq më mirë është për kodon. Nuk kemi të një lloj, edhe është mos e natyrshme të ketë pyetje nga më të ndryshmet. Kështu që nuk ka pyetje të keqe besoj. Dhe unë nuk gjykoj edhe nuk ju keni marrë pyetjet me tendencë negative, në fundit ato pretendime apo dyshime janë legjitime dhe ekzistojnë, mos tek unë, të njerëz të tjerë, mendimin dhe opinionet e cilëve e përcjellim nëpërmjet pyetjeve që bëjmë këtu. Unë e marr nga ana pozitive se kurioziteti dhe pyetja sjell vetëm njohuri për të dy palët, dhe fakti që unë me eksperiencën dhe trajnimin tim shpresoj të jem e dobishme me një opinion dhe me një përshkrim sa më objektiv të realitetit, qoftë Shqipëri për meritat që ka, qoftë Itali për meritat që ka, qoftë Irlanda për mundësi dhe meritat që na jep çdo ditë, dhe jemi të kënaqur që jetojmë këtu. Jo unë, të gjithë komuniteti është i kënaqur. Është diçka e padiskutueshme. Edhe ne të gjithë bashk ndihmojmë në integritetin e imazhit e Shqipërisë, se mjaftueshëm po stigmatizohemi nga qoftë edhe nga ana politike, po edhe nga paragjykimet që kemi edhe nga vendet ku kemi emigruar. Domethënë forma e organizimit dhe bashkimit bashk promovon dhe shqiptarët, dhe kjo është diçka që duhet konsiderohet si pozitiv për ju, për gjithë ne. Një nga instrumentet që kam përdorur në Itali, pra një nga mjetet ose teknikat për të përmirësuar imazhin e shqiptarëve në Itali, që e dim si ka qenë me fjalë, ishte edhe një këngë që quhet Kënga e Nën Terezës, dhe kishte dy rjeshta në këtë. Kush i napna e ka bashkimin e matdeti bashk me drinin. Pra, faza e parë e bashkimi shqiptarëve ka arritur. Unë këtë këngë kam kënduar në çdo pjesë, në çdo koncert, në çdo event në Itali, edhe qanin. Shqiptarët qanin, dhe sa të huaj vetëm ndjenin zërin dhe thoshin, nuk e kuptoj çfarë thot, po është shumë prekse. Pra, kaloi ajo fazë e shqiptarëve. Faza e dytë është bashkëpunimi. Ne tash jemi njohur, jemi bashkuar, ama ta shohim njëri tjetrin si plotësues, jo si konkurrues. Konkurrues për të rritur cilësinë, jam dakord. Komplementar, desha ta them shqip, se komplementar thuhet në fjalë italisht. Pra, unë jam shumë falendëruese edhe një herë drejt juve, pse hapni një dritare tjetër që nuk e jep dritarja tjetrit. Pra, se cili nga ne me atë që krijon në bazë të kushteve, se çfarë është vullnetarizmi ose një ide e tillë, lind dhe vdes në bazë të kushteve të realitetit dhe të kohës ku ti jeton. Kur ti bën diçka konkrete, të studiuar, sjell një vlerë të madhe. Dhe teknologjia bën që ti të vlerë ta ndash në të gjithë globin. Pra, ajo që po bëni ju, unë që jam gjithmonë e pranishme në intervista të ndryshme, sepse kemi qenë pak sidomos në fillim, e ndjej dhe vlerësoj shumë këtë dritare që keni hap ju. Pra, plotësohet mozaiku i informacioneve, plotësohet mozaiku i kërkesave dhe dyshimeve ose dhe kurioziteteve dhe xhelozive të ulta të njerëzve. Pra, ne më shumë prezantohemi, më shumë flasim, më shumë jemi, më shumë krijoj gur të tjerë për një kalam më të madhe, për një mozaik të bukur, se jeta tek e fundit është e bukur, nuk është vetëm sakrificë dhe vuajtje. Mos ikim tash në brezin e parë 100 vjetëve. Jeta është e bukur, pse mos ta shijojmë duke si utopi, si paragjykim. Jeta mund të jetohet bukur dhe ne po kënaqemi me një orë gjysmë, pa llogarit po të bëjmë akoma më shumë gjëra dhe face to face personalisht. Patjetër që mund të bëjmë gjëra akoma më të bukura bashkë me njëri tjetrin. Sepse si të hyn Shqipja, nuk hyn një gjë tjetër. Çdo gjuhë ka rëndësinë e vet. Ama a gjuha që ti e lindur hyn në, si thonë kimi, trupin. Kështu që unë çdo gjë kur e dëgjoj dhe shikoj shqip, është ku më bukur. Ja, shiko fytyrën e Rezit si shkëlqen, edhe imja besoj. Është diçka, kjo është kënaqësia ti e shqiptar. Ku komunikon shqiptar me shqiptar që ka sensin e mirë dhe dëshirën e mirë që të bëjmë diçka në të mirën e përgjithshme, pse jo? Është e mundur dhe po e bëjmë. E kemi bërë dhe do vazhdojmë ta bëjmë. Po, do ta tregoj, do shohim rezultatet, i presim me padurim. Faleminderit. Koha e ka treguar, mos flasim vetëm për tarmen, e ka treguar. Dhe po e tregon. Shqiptarët janë të mrekullueshëm, kudo që shkojnë, japin kontributin e tyre.
Shqipja është një gjuhë shumë e bukur, ja këshillim të gjithëve. E dobishme mbi gjitha. Prandaj themi që të na afrohen, bashkohen me ne dhe të jenë pjesë e kësaj platforme dhe shumë iniciative tjera. Promovojmë dhe gjithë iniciativat e shumë organizatave në Londër që bëjnë një punë të mrekullueshme në suportin e gjuhës, si aty ku punon Anila, Kadia ose shumë organizata shpresa, programe dhe shumë organizata tjera bëjnë një punë të paparë dhe të palodhur në kontributin e komunitetit. Liliana, unë mendoj se ne konsumuam gjithçka. Faleminderit për pjesëmarrjen. Je një kontribut i vyer për komunitetin në mbështetjen e komunitetit shqiptar dhe ruajtjen e identitetit, kulturës, jo vetëm sot, por edhe 20 vjet më përpara. Jemi të nderuar që morë pjesë në platformën tonë dhe do të mbështesim sa kemi në mundësitë ne, qoftë në këtë iniciativë dhe në iniciativat e tjera për sa i përket përcjelljes së kulturës së Shqipërisë në përballë. Faleminderit për këtë kanal komunikimi, do të rrokasë nesër, ose të hënën më mirë, për ju le pushim nesër, edhe shumë faleminderit dhe për mundësinë dhe për tavën, jo vetëm atë që bëm sot, por që kjo është kur njihesh lindin e idera dhe mundësitë për të bërë diçka më shumë nesër. Shumë faleminderit. Faleminderit. Komplimente për gëzime, Shqipë. Faleminderit. Faleminderit. Miru takofshim. Miru takofshim, po.